Na ishte njëherë një fshat I largët. Për të shkuar atje, do të kaloj një lumenjë të thellë qafamalesh njëra pas tjetrës. Kështu ndoshta do të fillonte dikur tregimi që do të ngjante më shumë një prallë për fshatin e vogël Muzhënsk, strukur maleve të Skraparit, prenga shihet tenda I qypit, Tomori, Nemërçka, e maja të tjera të mprehta plot thepa. Po shtyre, sikur të donin të ruanin edhe më mirë kujtimin e historive të shumta për liri të popullit, qëndrojnë pyje e lëndina me barë të butë, liqenj të rinj, të qetë, të panjohur. Fshati të pëlqen që në hapat e para që hedh aty, të bëjnë përshtypje hajatet aq të gjera, të pastra, plot dritë e lule, dhe dyert aq të mëdha që qëndrojnë gjithmonë hapur. Ato sikur pasqyrojnë zemrat bujare mikpritëse të njerëzve. Ndalesh pastaj në harqet e portave dhe gurët e mureve, ku ky popull patriot e artist ka skalitur momente nga jeta, nga puna, nga historia e tij e lashtë që fillon me Skënderbeun dhe vjen deri në ditët tona. E fshati të ngjan që në takimin e parë si ata fëmijët e çiltër që ta thonë gjithçka menjëherë që në fillim. Ja, shikon puset, të tregojnë se më parë në 3 lagjet që kish fshati, asnjë shtëpi nuk ndërtoi pa hapur pusin, por para disa vjetësh gjeologët gërmuan dhe zbuluan një burim, pranë të cilit u ndërtuan disa shtëpi. Kjo ish lagja e 4 e Muzhënskës, ku për herë të parë nuk kish pus. Shumë shpejt u ndërtua dhe ujësjellësi që çoi ujë në të gjitha shtëpitë e tjera të fshatit, që atë ditë puset u mbyllën kudo. Fëmijët si zojt në tufa, duke fluturuar nga gëzimi e duke cicëruar, të parët quan freskinë e ujit shtëpive, rrugëve, lagjeve, duke dhënë sinjalin për këtë ditë të veçantë, të bardhë, të kthjellët si ujë, që duhet I kushtojë çezmave me këngët e vallit më të këndshme e më të gëzuara. Kur ke njohur mirë errësirën, rrezet e dritës do të ngacmonin jo vetëm syrin, por edhe shpirtin. Prandaj ndoshta të moshuarit, në ditët e festave të gëzimit, kur futet diçka e re e madhe në jetë, nuk mund të qëndrojnë pa vështruar në vitet e shkuara. Xhaliçua tregon. Vuajtet që kemi vuajtur kohën e kaluar. Shumë punoni. Pak e provoni. Xhaliçua është 90 vjeç. Kujton mirë kohët kur shkonin për një grusht me grur deri në Berat. Toka që kishin ishte si e flamosur, kish më shumë gur se dhe. Ishte pastaj e thate, bëhe shumë shpejt plur se gjithë tokat në male. Ajo tokë të ushqente shumë ta vetëm 3 muaj. Po edhe Berati ish larg. Rruga deri atje tek vareshe, nga malet, dukej sikur matej jo me këmbë e me hapa, por me shpatulla.
kur s'kisha zberatit shtu jipte, atëre rrugët i qonin njerëzit edhe më largë, në Greqi, në Turqi, Arabi, në fund të dhellë. Ndaleshin për të pushuar në sqollet shkëmbor, ndritat që feksin në sipërfaqen e kristal të ujit sepse u ngjallnin plot shpresë. Pushonin aty njerëzit, lodhja, mendimet e tyre, e pastaj niseshin edhe shumica s'ktheheshin më. Xhaliçua kujton mirë thënien e pronarit të tij, kur ishte në kurbet këtu e 50 vjet të shkuara. Vetëm kockat mund t'ju mbeten një ditë që t'i shpinin në vatanin tuaj, sido që edhe ato do më duheshin. Tani, edhe toka është bërë mbarë, si ka ndryshuar, ke qejf ta punosh, ajo të përtrin me afshin e saj. Vitet që shkoi Xhaliçua futin kooperativ mbi 300 ditë pune. Parmenda, plisat kafe të tokës, bima që jetë 7 për ditë, të lidh kaq fort, kaq mirë me jetën. Këtë burr afër të 80-tave e quajnë Azbi Nanaj. Vitin që shkoi ai ruante dhënët e kooperativës së bashku me një baritëri. U bëre i moçëm Xhazbi, kishin filluar të thonin, prandaj avash tani duhet ta lësh punën e lodhshme me dhënë. Në fillim të këtij viti, meqense dhënët qenë shtuar, Xhazbiu hodhi një lutje në kryesi. Të gjë kujtonin se ai do të kërkonte ta zëvendësonin, por jo. Ai kërkonte që nga sektori i tij të dilte një krah pune i lirë, që mund të ish ai ose shoku i tij që të punonte te klopët. Ato janë për herë të parë në maletona dhe tani në fillim duan shumë kujdes. Luftëtari i vjetër Xhazyberi tani është i verbër, por a mund të thuash se nuk sheh? Atë e gjen kudo, gjithmonë me mendimin e urtë dhe fjalën e zjarrt për nënën e madhe Partin. Për të gjithë këto të mirat që na ka sjellë partia në fshatin tonë, të rronjë partia edhe shoku Enver Hoxha. Hyria është dentiste, ka studiuar në Tiranë. Në fshatin ku shkoni, thanë, kur mbaroi s'ka akoma klinik. Më miru, përgjegja jo duke qeshur, do ta bëjmë të re dhe të bukur. Tani fshati ka një klinik të re e të bukur. O gjaqe e me, unë të harroj, po fjallën tem ta dëgjoj, kur të rritem do mësoj, prindesha këta t'i nderoj. Ndëron çdo ditë dhe gjeografia e fshatit. Brinj shtëpive e rrithte dikur një përruaj që në dimër dhe në pranverë bëhej shumë i prap. Njerëzit ngritën përpara tij një digë të madhe dhe përroi u urtësua. Ujërat e tij vadisin jo vetëm tokat e Muzhënckës, por edhe të Malindit. Që kur ngrihej diga e këtij liçeni artificial, Xhaliçua, sepse ki shumë frikë se nuk do të arrinte të shihte ujin që lëshoi nga shkarkuset e të krijonte liçenin. Por ja, liçeni mbaroi, njerëzit janë hedhur në kaq punë të tjera. Hapen tani toka të reja, luftohet me shkëmbejt, shtufin, shkuret, krijohen taraca ku do të mbillen moll, grur, qershi. E gjithmonë më shumë s'të mbetet kohë të vështrosh vjetët, po fundja përse ti vështrosh ato?
A nuk është më mirë të shosh se me sa vrull punojnë komunistët, rinia, gjithë fshati. Të rinjve të Muzhënckës, fshati tyre me 20 shtëpi majmalit, i duke i dikur shumë i vogël, sido që ata kanë patur gjithmonë shumë dëshirë për të shkolluar, për të mësuar zanate nga më të ndryshmet, megjithatë s'para qëndronin në fshat. Heroi punës socialiste Kujtim Nanushi, që drejton tani brigadën e traktoristëve të Semetes, kujton si ka ikur këtej kur ish i vogël, toka si mbante me bukë dhe i ati u shpërngull me gjithë familjen në fush. Kujtimi u rrit në suks. Atje bëri shkollën, u bë traktorist, u bë komunist, dhe me thirrjen e parë që bëri partia bashkë me shokët e tjerë të fushës, erdhi përsëri këtu. Edhe rinia e fshatit ka ndryshuar. Brigada e të rinjve të vjetë vetëm në fasulën Kokërmadhe mori 22 kuintal për hektar, si vjet ata mendojnë të arrijnë të 30 kuintalët. Mjaft mirë qenë edhe me pataten, 150 kuintal për hektar e po kështu me grurin, perimet, frutat. Rendimentet e tyre prinë në gjithë prodhimin e fshatit. Kjo është Muzhëncka, që ndodhe diku larg në male si një përrall. Toka e saj e fort, me pak dhe e me shumë shkëmbej një gur, edhe për rinjve lumenjve që kanë qarë në shekuj rrugën e tyre për në det, u ka lejuar vetëm këta shtretër të ngushtë, gjithhone e humne ranëve, kurse njerëzit e saj, me mësimet e partisë në zemër, e bën këtë tokë të thatë e shterpë dikur, të begat, të lullzuar, të bukur.